ieri kur i dha raportimet, për fat keq zbulimi i smundjes po bëhet në fazën e 3 të 4. Pra nuk e kemi një sistem sikurse që kanë se na pishojnë tash mos të marrin njerëzit që na po e kritikojmë sistemin, sepse nuk jemi në atë nivel, por derisa për shembull në Gjermani është obligative me ligj kontrolli i gjendbashëm në analizat e gjendbashëm popullatës, sepse është shumë më e lirë mja bëhet e këtë popullatës analizat për më mujtë me... Sa mi shëru pastaj në fazat... Në fazat me shëru, pra. Edhe ti në qofë se nuk i përgjigja, me ligjë është të regullune, nuk shkon për kohën, kur kemi bë analizat, ty të blokon të gjitha kartelat bankare, dënimi është ekstrem dhe e sheti... Që e ki boni dëmë. Sa është e rëndësishme. Po. Të kjo, të pjesa e profesionit tuj, a ka interferime, a ka mundësi të manipulimit, ose a ka presion mbi mjekët? Këtë rast, mjekët ligjor për t'i dhonë një ose tjetër epilog? Ju thashtë edhe pak më herë që do të thotë është një pozicion shumë i vështirë, është një pozicion ku mjeku ligjori ndodhet në mes të dy zjarreve, është një pozicion ku mjeku ligjori duhet ta jap mendimin e tij dhe do të thotë gjithmonë një gjysmë tjetër ka me mendu që e ke bë, por mjekësia ligjore në Kosovë është avancuar dukshëm. Duhet i falenderojmë, do thotë edhe kolegët ndërkombëtar të cilët kanë qenë në misione të ndryshme, do thotë në Kosovë, çdo gjë fotografohet, çdo gjë ekziston serveri, çdo gjë do thotë është e fotografuar për këtë rast të vitit 2002 e kanë ekzistojnë edhe fotografi të këtë, bëhet me standarde, mirën likvidet për analiza të ndryshme, qoftë toksikologjike, mirën copzat e organeve për analiza histopatologjike, pra thjesht mjekësia ligjore në Kosovë ka hes me procedura do thotë relativisht mirë do thotë në hap me kohën, por duhet ta dimë që forenzika është një disiplinë që është e shtrejtë pak. Pse? Thjesht në hap është kushtojnë. Do thotë duke filluar prej fotografimit do të jenë aparatet me rezolucione të larta, ju e dini do thotë sa kushtojnë më tret për shkak që me qenë më kvalitative, ka shumë analiza, ka shumë reagense, këto kushtojnë reagense. Kanë ndodhur për shkak se ne nuk kemi pasur agjencioni për bën analiza, por shpesh njerëzit po kërkojnë edhe analizë të përcaktimit të amësisë së atësisë, edhe kanë herë pyesin, a unë më bëmë një herë? Por kur piqojmë në Shkup, ata në Shkup e kanë për shkak nuk dihet për kohë, ndonjëherë mund të ndodh fati që për një herë i bën, por ata kur i marrin ato kitet analizave, ajo është e paketuar me 30 analiza. Edhe ai duhet më mbledh 30 mostra e i hapim për një herë, sepse kur të hapet ajo kuti me 30 mostra i ka vetëm 40 mijë përdor. Po, do thotë ai duhet më mbledh analiza për me ta hapat çështë. Kanë erë shkon edhe gjatë sepse kushtojnë ato ka vetëm një kit bën 150-200 euro e analizë për këtë arsye edhe të shtrejta. Pra është të them një profesion shumë i shtrejtë. Më ka rasti që do thotë 5 herë të jem në trajnim edhe në subspecializimin në Amerikë dhe sidomos në San Antonio e ku pas nderin të jem të njeriu më që i ka 27 libra të mjekësisë ligjore Vincent Di Maio, profesori, dhe ku pas çka është instituti do thotë që s'bën me mungu asgjë do thotë. Të pjesa edhe teknologjike edhe të laboratorët e këtë do thotë me aparatura rezerva, me këtë me atë që s'bën me numrat e fotografitë. Do thotë thjesht është një profesion i cili kushton relativisht shumë dhe pikërisht atë që përmendë pak më herët për serialet, ato në CSI mirë, ata pak e egzagjerojnë se bëjnë filmike, ato me sekonda, me minuta të së në bjenë. Sakt, hajde s'ka rritë shkencën ato, sepse si statë ju kanë ndodhur për shembull, vjen familjarë thotë, e kum lexuar me një vend që në sy tina jetë fotografia që ato të fundit që ka pa, a keni pa ju që ato? A ka dhe kështë po. Do thotë. Kjo është ajo këtë për bazës që thash pak më herë që vdekje pa merak nuk. Po, e pastaj shpjegimin. Janë disa gjëra që serialet janë larg. E çysh përcaktohet për shkak dikush që është mbyt, që po më vra po dihet, pra çysh përcaktohet nëse ka qenë e vdekja natyrshme ose pa natyrshme përderisa s'ka plagë, si më thon, s'ka plagë thikës ose të pushkës ose diçka. E shota është bobu këto që vdekja është e dishit. Për rrethonat e para që në një banesë ka shku policia, ka fillu me kundërmu banesa, sepse ka vdek me ana.
për rrethana të para që thashë edhe pak më herët janë varë për vendin ngjarjes. Dritarët e mbyllën, dera e mbyllën, e kanë thyer policia, do thotë, veç ty të fillon një historiat që ne e lidhëm faktikisht me mjekësinë ligjore. Na ato e çojna pjesën historiati apo rrethanat e çështjes. Pastaj ekzaminimi apo autopsia edhe konkluzioni. Pra, që ke pika dytë, historiati edhe ekzaminimi, ty ta japi për me dhënë një konkluzion. Pse? Ata ndihmojnë te autopsia. Konsiston me qëta apo jo. Pra thjesht, në qoftë s'ka dëmtimi, thashë pak më herët, protokolli i autopsisë e parasheh, pa marrë parasysh çfarë rasti është, që të mirën likvidet, gjaku, urina, përmbajtja e luktit, vitreusi për shembull për droga, për helmime, për këto çështje. Ajo është sa i përket pjesës toksikologjike, është laborator profesional veti, që e kemi në mjekësinë ligjore. Është ndërtesa është para përfundimit të renovimit, se për shkak të djegjes së ende, domethënë ato, edhe tash është së shpejti do të hapet ajo çështje. Ajo është do thotë laboratori toksikologjisë. Sa i përket laboratorit të histopatologjisë është pjesa e smundjeve atë që po mundem me kuptu ku do është me ditë. Pra thjesht histopatologjia për secili organ njërin nga 1 centimetër kub për mu bë preparatet patologjike. Secili organ. Pra qelet viktima edhe pastaj merret secili kavitete, koka me qafë, kafazi dhe abdomeni. Edhe kafazi, domethënë. Këtë që qonë organet, çfarë gjendje janë, shpesh edhe makroskopikisht, se patologjia është makroskopike edhe mikroskopike. Shumë smundje kanë mundur të janë të zhvillohen, e sheni tumor të zhvilluar, apo ndryshimet të cilat na i quajmë patologjike, jo fiziologjike normale, pra. E njohim një vesh normale dhe njohim një vesh të smur, ose ka kaplu tumorin, na veç makroskopikisht shohim diçka. Por për caktimi i diagnozës saktë, atëherë laboratori histopatologjisë në mikroskop dhe ajo është prej vitit, mos them do të thotë vitet e 60-ta, preparatet histopatologjike të asaj kohe ekzistojnë në mjekësinë ligjore, por se është protokoll që do të marrë. Pse? Nuk do të thotë gjithçka që ta kemi vrimën hyse, ndërtimin mekanik ose diçka tjetër. Por shpesh lindet edhe kjo që të japet histopatologjia. Kjo është shumë e mirë, sepse jashtë çdo rast bëhet patologji, qoftë edhe atje qoftë edhe rastet klinike, është do të thotë patologjia klinike, ku për spitalit qohët të më ditë saktësisht për cilës mundi ka vdekë. Pse? Shto pyetje. Ndoshta keni dëgjuar që në botë tash janë shumë aktuale, në Kosovë vendi s'ka filluar. Shumë aktuale, për shembull, analizat gjenetike të familjes tënde. Pse? Me parashikut, për shembull, që ndonjë gjenerat para te ka pasur ndonjë smundje trashëguese dhe ty t'japën ato analiza rezultate që ekziston rreziku i lartë që kime u smu për kësaj smundje. Që ti me mujt me parandaluar smundje. Pra janë shumë trend i madh jashtë. Apo për shembull stem cells, qelizat stemiale. Janë kriju bankat në Kosovë, jo në Kamash, në Kosovë, kanë... Kjo për foshnjave që linë, po. Pritet lindja foshnjës, mirën qelizat e kordonit dhe të kartizës umbilikal, ato bashkë sa keme pagu dhe gjatë 20 vjetë, janë tregu si qelizat të cilat janë shumë të dobishme në rast të ndonjë aksidenti, ndonjë smundje, të regenerimit të organeve. Pra, terapia stem cell terapi. Dhe këto qeliza, se faktikisht ato qelizat e krijimit të këtij fruti, prej lidhja në mes të nanës dhe frutit, dhe këto qeliza janë treguar do të thonë shumë të mira në regenerimin e ndonjë organi, qoftë të smur apo të dëmtuar mekanikisht. Në përjashtim të trurit. Truri është diçka.